Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bi hadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, e lutim Allahun subhanahu wa taala që ashtu siç na ka tubuar në këtë mexhlis, të na tubojë në Xhennetul Firdaus, në shoqërinë e njerëzve më të mirë. Tema për të cilën do të flasim sot inshallahu taala është bashkëpunimi në vepra të mira. Pra është një temë e rëndësishme dhe vitale për thirrjen në fenë e Allahut subhanahu wa taala, e që është bashkëpunimi në vepra të mira. Sepse njeriu është qenie shoqërore dhe si e tillë ndikon në shoqëri dhe ndikohet prej shoqërisë. Njeriu është qenie shoqërore, ashtu e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala që të ndikojë tek të tjerët dhe të ndikohet nga të tjerët. Dhe kjo është e pashmangshme për njeriu. Nuk ka mundësi që njeriu ta mbroj veten e tij 100% mos ndikohet nga rrethi në të cilin jeton. Po edhe nëse largohet komplet prej njerëzve, edhe nëse shkon në mal dhe vetmohet, patjetër të ndikohet prej rrethit në të cilin jeton dhe ta adaptoj vetveten ashtu siç e ka rrethin. Andaj është shumë e nevojshme që të ketë bashkëpunim në mes të njerëzve, që të ketë bashkëpunim në mënyrë që ta mbrojnë veten e tyre dhe ideologjinë apo besimin e tyre. Sepse duhet me ditë se nëse ti nuk ndikon tek të tjerët pozitivisht, atëherë do të ndikohesh prej të tjerëve negativisht. Sepse nuk ka gjendje as njëjse, as para, as mbas. Patjetër, nëse nuk ec para, dije se do të shkosh mbas. Dhe nëse nuk je në plus në lidhje me fenë e Allahut subhanahu wa taala, dije se do të jesh në minus. Sepse koha shkon, koha ec. Andaj dita për shembull, brenda një dite, 24 orë, vjen koha e namazit sabat. Nëse nuk e fal namazin e sabat dhe nuk e përmirëson vetveten, nuk e shton këtë vepër të mirë, atëherë automatikisht ti je në minus, pra. Automatikisht ti e ke shkruar një vepër të keqe mbi konton e veprave tuaja, sepse urdhrat dhe ndalesat janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Nëse Allahu të urdhron me namaz, në të njëjtën kohë të ndalon nga lënia e namazit. Nëse nuk e vepron këtë, në njëjtën kohë ti po bjen gabim, domethënë nuk ka mundësi që të ngelish as sevape as mëkat. Nuk ka mundësi. Brenda ditës ose do të bësh vepra të mira, sevape, ose do të bësh mëkate. Andaj për shkak se jemi qenie shoqërore, që edhe gjërat më elementare në jetën tonë duhet të angazhohen disa dhjetra njerëz për t'i arritur ato. Edhe ushqimin që e ham, të cilin e blejmë në shitore, duhet të angazhohen dhjetra ose qindra njerëz për të arritur kjo dobi. Nëse këto gjëra elementare, pra, pa të cilat nuk mund të jetojmë, duhet që të ketë bashkëpunim mesin e njerëzve, duhet që të ketë, domethënë, organizim në mesin e njerëzve, atëherë si ka mundësi që ta ngritim fenë e Allahut subhanahu wa taala apo ta praktikojmë fenë e Allahut subhanahu wa taala pa bashkëpunuar dhe pa organizuar me njëri tjetrin. Pastaj duhet ta dimë se përgjegjësia e ruajtjes së shoqërisë nga devijimi është e të gjithëve. Nuk është përgjegjësia vetëm një shtrese të caktuar të shoqërisë. Sepse në këtë aspekt shumë njerëz e keq kuptojnë dhe mendojnë se ajo është vetëm përgjegjësia e njerëzve të fesë, hoxhallarëve, apo atyre që merren profesionalisht me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Spaku në Islam, në fenë e Allahut subhanahu wa taala, kjo gjë nuk është e vërtetë. Allahu subhanahu wa taala të gjithë i ka obliguar me përhapjen e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhis salam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Pejgamberi alayhis salam thot secili prej jush jeni bari dhe secili prej jush jeni përgjegjës për tufën tuaj. Secili prej jush pa marr parasysh se mosha apo profesioni apo çka do qoftë ai. Po edhe nëse është mësues, është përgjegjës për ata me të cilët kontakton, sepse nëse ai nuk ua sqaron fenë e Allahut subhanahu wa taala, në ditën e gjykimit ata do të jenë armiq të tij dhe do ta përdorin atë si argument para Allahut se nuk ua ka treguar fenë e Allahut subhanahu wa taala. Nëse ti pra nuk e sqaron fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk i thret njerëzit, në ditën e gjykimit ata do të jenë argument kundër teje. Ata do të jenë argument kundër teje dhe do të thonë ja Rab, ja ku është robit, me të kena ndejt, me të kena bisedu, asnjëherë nuk na ka tregu se kjo do të ndodhë. Nuk e kena dit, ja Rab. Do të mundohen që ty të marrin si argument për devijimin e tyre. Dhe pejgamberi alayhis salam e ka bërë qartë se çdo besimtar i cili e sheh një të keqe, qoftë e vogël apo e madhe, duhet ta ndryshojë atë me aq sa ka mundësi. Thot pejgamberi alayhis salam: Men ra'a minkum munkaran, kush prej jush e shef një dukuri të keqe, një vepër të keqe, diçka negative që ndodh në prezencën e tij, falyughayyirhu biyadihi, le ta ndryshoj me dorën e tij. Është për qëllim me fuqi pra. Nëse ka mundësi dhe nuk sjell dëm një metodë e tillë ndryshimit, duhet ta ndryshoj në këtë metodë. Dhe kjo posaçërisht pra për kryetarin e familjes, pra, për kryetarin, për babain në shtëpinë e tij. Disa gjëra duhet t'i ndroj me dorën e tij. Disa të këqija që i shef në shtëpi, për shembull, naudhubillah, nëse e sheh se fëmijët e tij kanë sjellur alkool në shtëpi, apo çka është më e keqe, ndonjë substancë narkotike, atëherë padyshim se duhet me dorë ta largoj atë, ta djeg dhe ta shkatroj, dhe ta përdor deri diku forcën e tij për t'i larguar disa të këqija prej shtëpisë së tij. Po ashtu ai musliman që ka kompetenca mbi një organizat, mbi një vend apo mbi një shoqëri, mbi një grumbull njerëzish, disa gjëra duhet t'i bëj me dorën e tij. E sheh për shembull se në organizatën e tij njëri prej antarëve, për shembull nëse është organizatë tregtare, njëri prej antarëve merret me kamat, po e shfrytëzon organizatën e tij për kamat. Atëherë duhet ta shfrytëzoj metodën e largimit të së keqes me dorën e tij. Ta përjashtoj atë, apo ato para që janë mbledh prej kamatës t'i largoj prej aty, e kështu me radhë. Andaj duhet ta dim se vetëm hoxha nuk është i mjaftueshëm për të ndryshuar gjendjen e shoqërisë. Vetëm ai i cili flet para njerëzve për fenë e Allahut subhanahu wa taala nuk është i mjaftueshëm për të ndryshuar gjendjen e shoqërisë. Dhe prezenca e tij nuk i amneston të tjerët. Prezenca e tij nuk i amneston të tjerët. Ai si ligjërues detyra e tij është që ta përgatit ligjëratën dhe ta prezantoj ashtu siç din se është më së miri. Mirë po ata që dëgjojnë, ata që janë xhamat, detyra e tyre është që të sjellin njerëz të rinj me xhlis. Detyra e tyre është që ta përhapin fjalën dhe ligjëratat e hoxhallarëve pra. Kjo është detyra e tyre, nuk mundet hoxha krejt t'i bëj. Nuk mundet hoxha t'i bëj të gjitha. Dhe hoxha nuk është amnesti për të tjerët pra, nuk i amneston të tjerët nga përgjegjësia. Sepse shumë prej njerëzve mendojnë se pasi që ka me një vend, u kry puna, çdo gjë që ka të bëjë me fenë Allahut subhanahu wa taala, leja hoxhës e kështu me radhë. S'është e vërtetë. Pse për çështjet e dunjas nuk ja lëm gjitha vetëm njerit, po secili mundohet me aq sa ka mundësi për ta përmirësuar gjendjen e dunjas së tij pra. Andaj edhe për çështjet e fesë nuk është e vërtetë se mjafton vetëm hoxha. Hoxha i ka disa gjëra të cilat nuk janë kompetent të tjerët. Vjen puna për shembull për përgjigje, pyetje, vendosjen e disa qëndrimeve apo sjelljen e vendimeve fetare në lidhje me një realitet që është në atë vend. Në këtë rast nuk mund secili të jep pra fetva ose të
ta sjell vendimin. Mirë po, për t'i urdhëruar njerëzit që t'i lënë mëkatet, vetëm hoxha duhet ta bëj këtë punë. Për t'i thirr njerëzit në namaz, në xhamia, vetëm hoxha duhet ta bëj këtë punë. Jo, nuk është e vërtetë. Dhe nuk kanë ngelur në këtë gjendje të keqe muslimanët sa i përket fesë Allahut subhanahu wa taala, vetëm se atëherë kur menduan kështu, kur menduan se vetëm ai i cili është imam apo ligjeron apo flet duhet t'i bëjë të gjitha punët. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, vetëm pejgamberi alayhis salam ka fol dhe ka ligjeru dhe u ka sqaruar njerëzve fen. Mirë po, ai kanë lënë sahabët krejt punët pejgamberit alayhis salam? Jo, Ebu Bekri sa e pranoi islamin, me njëherë i solli 5 shok prej shokëve të tij dhe u bëri thirrje. Uthmani radiallahu anhu, një ushtri të tërë përgatiti me pasurinë e tij. Nuk tha, o pejgamberi Allahut, kjo detyra jote, ne do të rrim kokë të shpinës. Nuk mundet ngritet feja Allahut subhanahu wa taala vetëm me disa persona. Padyshim që të mobilizohet e tërë shoqëria dhe të ngriten këmbë të gjithë muslimanët me aq sa ka mundësi, me aq sa kanë mundësi. Dhe çdo njeri prej nesh e din se sa ka mundësi ai, qoftë në aspektin financiar, qoftë në aspektin e oratorisë, pra me fjalë, qoftë në aspektin e shpërndarjes së fletushkave, apo në sferën e internetit për hapjes së fjalës së Allahut subhanahu wa taala, secili prej nesh e din se sa ka kohë dhe sa ka mundësi ta bëjë një gjë të tillë. Dhe çështja nuk është e lehtë. Çështja është e rrezikshme. Nëse besimtarët nuk mobilizohen për ta luftuar të keqen dhe për ta përhapur të mirën duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, atëherë Allahu subhanahu wa taala do ta sjellë dënimin. Thot Allahu i lartësuar në lidhje me popujt që kanë qenë para nesh, gjithsesi Benu Israilet. Thot për ta Allahu i lartësuar: Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam. Janë mallkuar Benu Israilet, ata që bën kufër prej Benu Israilve, me fjalët e Davudit a.s. dhe Isaut a.s. Pra, i ka mallkuar Davudi a.s. dhe Isau a.s. dhe i ka mallkuar Allahu subhanahu wa taala. Çka është sebepi i këtij mallkimi? Dhalike bima asaw wa kanu ya'tadun. E kjo është për shkak se ata bënin mëkate dhe i tejkalonin kufit. E cilit ishin ato mëkate? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Nuk e ndalonin njëri tjetrin prej gabimeve që i bënin. Le bi'sa ma kanu yaf'alun, e sa vepër të keqe e bënin ata. Pra, Allahu subhanahu wa taala po thot se sebeb i mallkimit të Benu Israilve nëpërmjet gjuhës së Davudit a.s. dhe Isaut a.s. ishte se ata e lanë çështjen e bashkëpunimit me njëri tjetrin në vepra të mira. Nuk e ndaluan njëri tjetrin prej mëkateve që ata i bënin. Nuk e ndaluan njëri tjetrin prej mëkateve që ata i bënin, dhe kjo ishte sebepi i mallkimit të tyre. Nuk po thot Allah subhanahu wa taala u mallkuan sepse gabonin. Jo, po sepse nuk e ndalonin njëri tjetrin prej gabimeve që ata i bënin. Dhe në këtë rast, siç përmenden në ajete tjera dhe siç e tregon pejgamberi alayhis salam në për hadithe, Benu Israilet u ndanë në 3 grupe. Një grup prej tyre i bënin mëkatet. Një grup prej tyre i shihnin këta duke bërë disa mëkate, duke i lënë disa urdhra dhe i këshillonin ata. Dhe grupi i tretë nuk i bënin gabimet që i bënin këta, mirë po ashtu nuk i këshillonin. Dhe ju thonin këtyre dytve, pse i këshilloni këta njerëz? Mos humni kohë me këta se s'ka hajër prej tyre. Pse jeni duke i këshilluar këta njerëz? Dhe kur erdhi dënimi i Allahut subhanahu wa taala mbi ta, u dënuan edhe grupi që i bënin gabimet, po edhe grupi i cili nuk ndalonin prej gabimeve. Dhe shpëtoi prej dënimit vetëm ai grup i cili urdhëronte në të mirë dhe ndalonte nga e keqja. Pastaj duhet ta dim se një ashtu sikurse na sot që jemi tubuar në këtë vend,
në këtë çast dhe në këtë moment ka shumë mexhlise tjera ku njerëzit janë tubuar për ta luftuar fenë e Allahut subhanahu wa taala. Ky është suneti i Allahut, ligji i Allahut subhanahu wa taala në këtë tokë, se e mira do ta luftojë të keqen dhe do të ketë luftë mes mirës dhe të keqes. Deshtëm apo nuk deshtëm ne. Nëse ti nuk e lufton shejtanin dhe armiqtë e tij, dije se ai do të luftojë ty. Shejtani nuk ka armë pushim me besimtarin asnjëherë. Nuk ka asnjë çast kur ai rrin pa e sulmuar besimtarin në njërin apo në tjetrën mënyrë. Dhe po ashtu pasuesit e shejtanit me vetdije dhe pa vetdije e kryejnë këtë vepër. Pasuesit e shejtanit me vetdije ose pa vetdije e kryejnë këtë vepër. Do të thonë e çojnë në vend agjendën sataniste të tij. Në momentin kur ata nuk janë në grupin e njerëzve të mirë që i bëjnë ibadet Allahut subhanahu wa taala, vetëm me këtë vepër që ata e bëjnë, nuk janë në xhami, janë jashtë në për kafiçe apo në për vende tjera. Mos më bë hiç më shumë, vetëm këtë vepër që e bëjnë me këtë i ndihmojnë shejtanit. Me këtë e shtojnë mexhlisin e shejtanit. Po përveç kësaj ka edhe njerëz tjerë të cilët me vetdije e çojnë në vend pra planin shejtanor për shkatrimin e njerëzve. Dhe këta njerëz janë të organizuar, kanë organizata të fuqishme, kanë financa, kanë organizim, kanë hierarki, kanë njerëz, kanë përgjegjës, kanë punëtor, kanë propagandë, kanë thirrje. Nuk ekziston vetëm thirrja islame, ekziston edhe thirrja e shejtanit. Edhe pse ata ndoshta nuk e quajnë davet, mirë po 24 orë ata bëjnë thirrje në fenë e shejtanit, pra, në atë devijimin e tyre. Andaj nëse ne si musliman dëshirojmë që minimum ta mbrojmë vetveten tonë nga devijimi, e pastaj edhe ta përhapim fenë e Allahut subhanahu wa taala, duhet që edhe ne të organizohemi, edhe ne pak të harxojmë në këtë drejtim, edhe ne të mundohemi, sepse Allahu subhanahu wa taala thot: inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata ta ndryshojnë gjendjen e tyre. Andaj nëse ti si musliman nuk vepron asgjë për ta përmirësuar gjendjen tënde, nuk mundohesh në këtë drejtim, atëherë dije se gjendja jote nuk do të përmirësohet, sepse Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për ty. Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për veprat tua. Të gjitha këto që i bën janë për të mirën tënde, që të jesh krenar dhe i ngritur në këtë dynja dhe të shpëtosh nga dënimi i xhehenemit në ahiret. Nuk e bën këtë për t'ia shtuar fuqinë Allahut subhanahu wa taala, sepse ai nuk ka nevojë për ndihmën tënde. Krejt kjo është i kthehet pra të mirës tënde, sepse nëse ne që jemi këtu, po edhe gjithë muslimanët në përgjithësi, nuk veprojmë që t'ja lehtësojmë vetvetes son praktikimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala, atëherë ne do të rrezikohemi së pari që të bijem kufër e të shkojmë në xhehenem, e pas kësaj pasardhësit tonë do të rrezikohen duplo më shumë, pra, 2 fish më shumë. Sepse e keqja çdo ditë më shumë përparon. Dhe nëse ne si musliman nuk e përmirësojmë gjendjen tonë duke bashkëpunuar me njëri tjetrin për ta përmirësuar gjendjen tonë, atëherë e keqja do të na mund. E keqja do të na mund. Thot pejgamberi alayhis salam, nuk ndodh që banorët e një vendi ta lënë ezanin dhe namazin me xhamat vetëm se shejtani thot i mbisundon ata. Shejtani do t'i mbisundojë ata. Dhe kështu edhe vepra tjera, pra, në çdo moment që ne i lëm disa vepra, atëherë shejtani dhe ushtria e tij fuqizohet kundër neve. Andaj sahabët në luftën e Uhudit, kur e pësuan një tronditje, pra, disa prej tyre ranë shahid, të tjerët u plagosën në rënd, sa që edhe pejgamberi alayhis salam u plagos, thanë në mënyrë
në mënyrë çuditëse, nga na erdh kjo? Çka u bë? Pse e pësuam këtë tronditje pra? Nga na erdh kjo? Ju erdh përgjigje Allahut subhanahu wa taala në Kur'an duke thënë kul huwa min indi anfusikum, thuaj kjo është për shkak të veprave tuaja. Një urdhër që e kundërshtuan sahabët pejgamberit alayhis salam në Uhud, vetëm se u tha rinin kodër dhe mos zhdrypni të poshtë, një urdhër që e kundërshtuan e shkaktoi këtë tronditje sa që disa prej tyre edhe humbën jetën dhe ranë shahid në atë betejë. E çka të themi për muslimanët e sodit të cilët kundërshtojnë me qindra ose mira urdhra të Allahut subhanahu wa taala? Andaj kur e shohim se gjendja e muslimanëve është e rëndë, mos të themi ja Rab, çka u bë, pse ndodh kështu? Po t'i kthehemi vetvetes tonë, sepse përgjigjja është në Kur'an, thuaj kjo është për shkak të veprave tuaja. Sa musliman shprehen se janë musliman, mirë po sa prej tyre e falin namazin. Gjëja esenciale që thot pejgamberi alayhis salam, gjëja e fundit që do ta hupni prej fesë suaj është namazi. Nëse edhe namazin e hupni, atëherë më pothuajse e keni humbur krejt fen tuaj. Nëse në namaz shumica e muslimanëve nuk janë rregull, atëherë pse habitemi se gjendja e muslimanëve është në këtë gjendje të mjerueshme? Madje vallahi ne shumë mirë kena gjendjen në krahasim me sa bëjmë për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Shumë mirë, Allahu prapë është i mëshirshëm ndaj muslimanëve. Dhe shumë mirë kena gjendjen në krahasim me sa mundohemi ne për ta ngritur fenë e Allahut subhanahu wa taala. Sepse për fat keq shumë prej muslimanëve pasi udhëzohet, njeri udhëzohet, hyn fenë e Allahut subhanahu wa taala, fillon që të bëhet praktikant i fesë së Allahut subhanahu wa taala dhe kalon një kohë i futet një farë gafleti në zemrën e tij, pra. I futet një farë pasiviteti në zemrën e tij. Saqë bëhet praktikimi i fesë tek ai vetëm se rutinë, pra, çështje rutinore. Po, e fal namazin, mundohet me vetën, mirë po, ai është pasiv. Ai është pasiv sepse nuk je pasgjë më shumë për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Madje për fat të keq shumë prej muslimanëve as nuk shprehin nga dishmëri për ta bërë një farë përmirësimi të gjendjes në të cilën jemi, të gjendjes negative dhe pasive të cilën e kemi. Dhe asesi nuk bën të mjaftohemi me 2-3 hapa që i bën në një forum apo në një vend apo në Facebook apo kështu me radhë. Nuk mjaftohet muslimani me davet, vetëm me davet virtual apo vetëm me xhamat virtual. Nuk ka mundësi që të ngritet feja Allahut subhanahu wa taala secili në shtëpinë e vet duke i shtypur, domethënë shkronjat në tastaturë. Patjetër duhet ngritemi, dalim në mejdan, diçka praktikisht ta veprojmë, pra. Dalim dhe deportojmë tek ata tek të cilët nuk mund të deportojmë në ndonjë mënyrë tjetër. Përderisa dëshmitarët e Jehovajve vinë këtu tek ne dhe kanë mundësi që të hinë tek secila shtëpi për t'i përhapur ato idetë e tyre të devijuara, pse muslimanët mos ta bëjnë një gjë të tillë? Pse? Ata ndoshta janë komplet 7-8 veta që e veprojnë dhe e marrin përsipër një qytet të tërë. Dhe një muaj rreshtazi shkojnë në secilën shtëpi dhe i përhapin atë idenë e tyre. 7-8 veta ndoshta janë, 10 veta maksimalisht. Mirë po kanë organizim dhe kanë bashkëpunim në veprimin e asaj që ata e veprojnë, edhe pse është devim, gabim. Andaj besimtarët duhet të jenë edhe më të organizuar dhe duhet mundohen edhe më shumë. Fatkeqësisht, dhe këtë po e them me bindje të madhe, krejt daveti që bëhet tash në botën islame, krejt daveti që bëhet, krejt ky davet i bereqetshëm që elhamdulillah Allahu përsëri pëlqon bereqet,
bëhet vetëm nga një përqindje e vogël e muslimanëve. A janë 5%, edhe 5% ndoshta janë shumë. Ku janë muslimanët e tjerë? Ku janë muslimanët e tjerë? Vallahi, sikur të gjithë muslimanët që shkuan në Evropë, që migruan në Evropë gjatë këtyre dekadave të fundit, ta praktikonin fenë Allahut ashtu siç duhet, tërë Evropa do të futej në Islam. Siç vepruan ata muslimanë të parë që shkuan në Indonezi. Tash Indonezia, alhamdulillah, është shtet Islam. Në Indonezi s'ke pas asnjë ushtri që ka shkuar atje. Nuk ka pas ndonjë, ku me ditë çfarë organizimi dhe ndonjë mund i madh. Mirë po, ata musliman që ishin aty e praktikonin fenë Allahut subhanahu wa taala siç duhet. Ata tregtarë që shkuan që të bëjnë tregti, dhe me këtë tërë Indonezia me kalimin e kohës u fut në fenë Allahut subhanahu wa taala. Andaj gjëja e parë dhe hapi i parë që e bëjmë në bashkëpunimin në vepra të mira për ta përhap fenë Allahut subhanahu wa taala është përmirësimi vetes tonë dhe familjes tonë. Dhe me këtë nuk bën që të mjaftohemi, mirë po ky është hapi i parë. Ka dallim pra nga thënia se ky është hapi i parë dhe nga thënia se kjo me këtë duhet të mjaftohemi. Jo, me këtë nuk duhet të mjaftohemi, mirë po kjo le të jetë pra hapi i parë të cilën ti e merr në përmirësimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Tek muslimanët, sepse feja Allahut subhanahu wa taala është e përsosur. Mirë po, varet se sa muslimanët do ta jetësojnë atë në jetën e tyre. Allahu i lartësuar e ka bërë obligim bashkëpunimin në vepra të mira dhe në devotshmëri. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan." Ndihmoni me njëri tjetrin, bashkëpunoni me njëri tjetrin. 'Alal birr wat taqwa. Bir është veprimi i veprave të mira. Dhe takwa është largimi prej veprave të këqija. Pra Allahu subhanahu wa taala po thot: ndihmohuni me njëri tjetrin në veprimin e veprave të mira dhe në largimin prej veprave të këqija. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Dhe mos u ndihmoni, mos bashkëpunoni në ithëm. Ithëm është lënja e asaj me të cilën Allahu na ka urdhëruar. Qoftë lënja e urdhrave, qoftë veprimi i ndalesave. Konsiderohet ithëm. Wal udwan, dhe udwan është tejkalimi i kufive në atë në të cilën na ka urdhëruar. Pra Allahu subhanahu wa taala po na ndalon që të bashkëpunojmë në mëkate dhe në bidate. Sepse ithëm është për qëllim pra që tham bërja e mëkateve apo mangësia në atë me të cilën të ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa udwan është tejkalimi i kufive në atë me të cilën të ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala apo bidatet. Pra është për qëllim tejkalimi i kufive në fe apo shpikja e gjërave në fe. Kurtubiu rahimahullah, që është një prej komentatorëve më të mëdhenj të Kuranit, thot: ky është një urdhër. Pra ky është një urdhër, farz, obligim për të gjithë njerëzit që të bashkëpunojnë në vepra të mira dhe devotshmëri. Kjo pra është dispozita e bashkëpunimit në vepra të mira dhe në devotshmëri. Sepse njerëzit mendojnë se kjo është nafile, ndoshta edhe prej atyre nafileve më të parëndësishme. Për fat keq kështu është, dhe kjo është gjendja që ne e shohim, pra gjendja që ne jemi duke e parë tek vëllezërit tanë, domethënë konkretisht. Përderisa ai nuk ka mundësi që ta ndaj një orë të javës së tij
për të ndalë dhe për të ndëgjuar diçka prej fesë Allahut subhanahu wa taala, atëherë si ka mundësi që ai ta përmirësoj dikon tjetër, përderisa ai vet ka mangësi, domethënë. Dhe kjo nuk është përgjegjësi vetëm me, siç e potencuam prej fillim, vetëm me hoxhës, nuk është përgjegjësi vetëm me atij që ta thoj fjalën, pastaj unë do ta ndëgjoj ose nuk do ta ndëgjoj as pak. Dhe nuk bën të mjaftohemi duke ndëgjuar një hoxh të largët, pra 100 kilometra larg në internet. Nuk bën një ahi, sepse ti e ke vendin tënd, e ke obligimin tënd, e ke rrethin tënd. Nëse nuk ke bashkëpunim me ata vëllezër që i ke në rrethin tënd, duke e dëgjuar dikën që është larg, dëgjojo, nuk them mos të keq kuptohemi. Mirë, po praktikisht duhet me u inkuadru. Minimumi spaku që domethënë të ketë prezencë në mezhlis, që mos shuhet mezhlisi. Sepse nëse unë ai tjetri nuk prezantojmë, do të shuhet. Do të shuhet një vend me cilin Allahu subhanahu wa taala krenohet para melekëve. Një vend që bëhet sebeb që të na i falen mëkatet tona. Dhe duhet ta dim qartë se të gjithë ne jemi përgjegjës për këtë. Dhe Allahu subhanahu wa taala do të na pyes për këtë në ditën e gjykimit. Vllai dashur, tamam 12 orë gjatë ditës punove për kafshatën e rrezikut, për ta fituar atë të cilën Allahu ta ka caktuar dhe nuk do të ikë. 12 orë gjatë ditës, 8 orë deri në 10 orë gjatë ditës i ndajte për këtë, dhe asnjë ditë, ndoshta vetëm një ditë gjatë javës e ke pushim. Mbi 40 orë gjatë javës ti punon për këtë dynjë. Edhe një orë nëse se nëndon për fenë e Allahut subhanahu wa taala, atëherë çfarë muslimani je ti? Çfarë muslimani je ti? Do të përgatitesh vëlla për ahiretin tënd. Do të përgatitesh për ahiretin tënd, ashtu siç përgatitesh për dunjën tënde. Dhe kjo është me vlerë, duhet përgatitesh për dunjën tënde, sepse fëmijët kërkojnë, familja kërkon, obligimet janë, ka harxhime. Mirë, po ashtu edhe ahireti kërkon, njahi. Edhe ahireti kërkon. Sepse nëse nuk bashkëpunojmë me njëri tjetrin për ta përmirësuar shoqërinë, vallahi shoqëria do të na degeneroj neve. Dhe asnjëri prej nesh nuk do të shpëtojë. Nëse ndonjëri prej nesh shpëton, dijeni se pasardhësit tanë nuk do të shpëtojnë. Andaj, çfarë prindër jemi ne nëse nuk dëshirojmë që fëmijët tanë të jenë me ne në xhenet? A nëse ti nuk ja bën një vend të përshtatshëm fëmijëve, një vend ku ata do të mund pra ta kalojnë fëmijërinë e tyre, duke e mësuar gjithashtu fenë e Allahut, duke mos i mësuar gjërat e këqija, atëherë vallahi pasardhësit tanë do të na mallkojnë, nëse jo me gjuhët e tyre, gjendja e tyre, dhe në ahiret vallahi do ta kemi problem. Andaj duhet të mirën këtë çështje seriozisht. Surja Asr, të gjithë ne e dim surën Asr, të gjithë ne e lexojmë surën Asr. Allahu subhanahu wa taala çka thot në të? Innal insana lafi khusr. Krejt njerëzit do të devijojnë, illa alladhina amanu, besuan, përveç atyre që besuan, u amilu salihat, bën vepra të mira. A u mjaftua me kaq Allahu subhanahu wa taala? Besuan dhe bën për veti vepra të mira, u kry puna. Jo. Wa tawasau bil haq, e porositën njëri tjetrin, u këshilluan me njëri tjetrin që t'i përmbahen të vërtetës, wa tawasau bis sabr, dhe e këshilluan njëri tjetrin që të bëjnë durim, që të bëjnë sabër. Patjetër që të ketë pra veprim të ndërsjellët, bashkëpunim në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe padyshim se bashkëpunimi në fenë e Allahut subhanahu wa taala ka vlerë të madhe. Ka vlerë të madhe. Thot pejgamberi alayhis salam në një hadith kutsi se Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "Hukkat mahabbati lil mutahabbin fiya." Thot e meritojnë, Allah subhanahu wa taala po thot, e meritojnë dashurinë time ata që duhen me zveti për hir timin, për hir të Allahut subhanahu wa taala. Wa hukkat mahabbati lil mutawasilin fiya. Dhe thot Allahu i lartësuar, e meritojnë dashurinë time ata që kanë kontakte, pra që kanë marrëdhënie shoqërore për hir timin. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa hukkat mahabbati lil mutabadilin fiya." Thot dhe e meritojnë dashurinë time ata që së bashku
sakrifikojnë për hir timin. Wa hukkat mahabbati lil mutazawirin fiya, dhe e meritojnë dashurinë time ata që e bëjnë ziaret njëri tjetrin për hir timin. Pra, bashkëpunimin veprat mira, po qoftë edhe një ziaret, asgjë më shumë, një vizit që ja bën ti muslimanve, shtimi i numrit të muslimanve, vetëm pse e shton numrin e muslimanve, e shton numrin e namazlive në xhamat, në xhami, e shton numrin e pjesëmarrësve në ndonjë vepër të hajrit, vetëm kjo bëhet sebeb që Allah subhanahu wa taala të bëj prej atyre të cilët ai i don. E ata të cilët ai i don nuk i dënon dhe i shpërblen. Po ashtu bashkëpunimin veprat mira është cilësi e pejgamberit alayhis salam. Ndërsa Allah subhanahu wa taala thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana", ju e kishi shembullin më të mirë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj shikoje jetën e pejgamberit alayhis salam, prej në fillim deri në fund. Pejgamberi Allahut e kishte ndihmën e Xhibrilit dhe të melajkeve. Ishte i mbrojtur prej gabimeve. Ishte i përforcuar sepse shejtani i tij nuk e urdhëronte në veprat këqija, pra Allah subhanahu wa taala e kish mundur shejtanin e tij. Andaj gjitha aspektet i kishte pozitive. Pejgamberi alayhis salam i dërguari i Allahut nuk u mjaftua me thirrjen individuale, po kishte shok, u tubuan, u organizuan, krijuan shoqëri, u ndihmuan me njëri tjetrin. Ai i cili kishte mundësi që, siç ishte Hasan ibn Thabiti, në mënyrë ideologjike ta kundërshtoi kufrin dhe pjesëtarët e tij, e kundërshtonte me poezitë e tij, e cila në atë kohë ishte shumë e rëndësishme. Ajo ishte media e asaj kohe, poezia. Hasan ibn Thabiti e bënte në këtë drejtim. Khalid ibn Velidi ishte i fuqishëm. E kishte krijuar Allahu subhanahu wa taala për luftë, Seifullah, shpata e Allahut. E ndihmoi fenë e Allahut në luftë. Uthman ibn Affani radiallahu anhu ishte i përgjithshëm. Mirë po, ajo me cilën veçohet është se ishe i pasur. Allahu subhanahu wa taala i kishte dhënë bereqet në tregtinë e tij, e ndihmoi fenë e Allahut subhanahu wa taala me pasurinë e tij, saqë një ushtri të tërë vet e përgatiti, pra, një ushtri të tërë. E kështu me radhë, secili prej sahabëve me aq sa kish mundësi e ndihmonte fenë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse thon pejgamberi i Allahut i ndihmuar prej Xhibrilit, po i zbret Kur'ani, melekët i ndihmojnë, të gjitha gjërat i kishte pra në dispozicion për të ngritur fenë e Allahut subhanahu wa taala, nuk u mjaftua me kaq. Pejgamberi i Allahut, e çka themi për neve? Çka themi për neve që nuk jemi pejgamber? Nuk na vjen shpallja, nuk jemi të mbrojtur prej gabimeve, kështu me radhë. Ne edhe më shumë duhet të organizohemi. Andaj do ta shohësh se pejgamberi alayhis salam edhe në udhtim e ka ndaluar muslimanin që të udhtoj vet një udhtim të gjatë. E ka ndaluar dhe ka thënë një udhtar është një shejtan, dy udhtar janë dy shejtana, tre udhtar janë udhtar. Dhe ka thënë se cilin herë që të udhtoni, caktojeni një emir. Në udhtim duhet të organizohet muslimani. Njëri është emir i udhëheq çështjet e udhtimit. Namaz, ka thënë, të bohuni dhe zgjidheni atë i cili din më shumë ti Kur'an, që të jetë imam i juaj. Dhe nuk është mjaftuar pejgamberi alayhis salam në namaz pa xhamat. Patjetër një vend, një rrethin ta ketë vendin ku e bëjnë namazin me xhamat, sepse përndryshe të gjithë janë mëkatar. Të gjithë janë mëkatar. Kur bëri hijret pejgamberi alayhis salam në Medinë, gjëja e parë që e bëni ishte e bëni xhamin dhe i vllazëroi muhaxhirët dhe ensarët. Pra i vllazëroi për secilin muhaxhir e kishte ja caktoi një vlla prej ensarëve. Dhe kjo është bashkëpunim në vepra të mira. Kjo është bashkëpunim në vepra të mira. Po ashtu ndërtimi i xhamis ishte një lloj bashkëpunimi në vepra të mira, sepse pra aty pastaj do të dalin të gjithë burrat e mëdhej të cilët do ta përhapin fenë Allahut subhanahu wa taala.
Bashkëpunimi në vepra të mira, madje edhe në nivelin minimal shkakton faljen e mëkateve. Thot pejgamberi alayhis salam, dhe çdo hadith të cilin e transmetojmë ders, inshallah taala është sahih pra. Mirpo nuk e potencojmë çdo herë ndoshta këtë gjë, mirpo secili hadith që transmetohet është inshallah taala sahih. Ose e transmeton Buhariu dhe Muslimi ose ato të tjerat, për të kanë thënë dietarët se janë të pranueshëm dhe të vërtetë. Thot pejgamberi alayhis salam, "Bainama rajulun yamshi bi tariq", përderisa një njeri ishte duke ecur në një rrugë, e pa thot një deg që kishte gjemba, dhe u mendua dhe tha, kjo u pengon njerëzve të cilët kalojnë. E mora degën dhe largoi prej rruge. Thot pejgamberi alayhis salam, "Fa shakara Allahu lahu fa ghufira lahu", thot Allahu subhanahu wa taala u tregua mirënjohës për këtë vepër të tij dhe ja fali mëkatet. Bashkëpunim me vëllezërit e tjerë, ja largoi vëllezërve një pengesë prej rruge. Ndoshta diçka që në syrin e shumë prej nesh është ndoshta një vepër që as që meriton të hub me të kohë me atë vepër. Për këtë vepër Allahu subhanahu wa taala ja fali mëkatet. Andaj nuk bën që të anashkalohet asnjë vepër, sepse nuk e din se cila vepër do të jetë sebeb për të shpëtuar në ditën e gjykimit. Nuk e din këtë asnjëri prej nesh. Dhe shumë prej dietarëve të cilët kanë vdekur, subhanallah, i kanë parë pastaj nxënësit e tyre i kanë parë në ëndër dhe i kanë pyetur. Dhe kjo është shkak i devotshmërisë së tyre dhe i kanë thonë, si kalove pas vdekjes pra? Dhe janë përgjigjur se Allah subhanahu wa taala u ka falur. Dhe kur i kanë pyetur çka ishte sebebi i faljes së Allahut subhanahu wa taala, janë përgjigjur me vepra që në syrin tonë janë shumë vepra të vogla dhe jo të rëndësishme. Si ky në këtë rast i cili një deg me gjemba e largoi prej rruge. Allah subhanahu wa taala ja fali mëkatet për këtë. Apo ai tjetri i cili e pa një qen të e shtuar dhe i dha ujë, ja fali Allah subhanahu wa taala mëkatet për këtë. Kjo është niveli më i ulët i bashkëpunimit. Po madje bashkëpunim edhe me kafshët, Allah subhanahu wa taala ja fali mëkatet. Po ashtu, prej gjërave që e tregojnë vlerën e bashkëpunimit në vepra të mira, është se Allah subhanahu wa taala i ndihmon atyre që bashkëpunojnë vepra të mira. Ne si musliman dhe si popull kemi nevojë për ndihmë në disa gjëra. Mirë po nëse ne nuk i ndihmojmë njëri tjetrit në këto gjëra, atëherë si presim për ndihmën e Allahut subhanahu wa taala? Apo thua do të bëhemi sikur Benu Israilet, të cilët i thanë Musait alayhis salam, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidin." I thanë, shko o Musa, shko ti edhe Zoti yt, shko luftoni ata armiqtë tonë, ne do të rrim këtu. Allah subhanahu wa taala i dënoi edhe 40 vjet të sillen në përshkretije të humbur. A do të jemi edhe ne kështu që themi ja Rab na ndihmo, kurse ne s'jemi duke bërë asgjë që Allahu të na ndihmoj? Si ka mundësi që edhe pse Allah subhanahu wa taala ka fuqi ta bëjë një gjë të tillë, mirë po nëse ne nuk veprojmë në atë drejtim, atëherë as ndihma Allahut subhanahu wa taala nuk vjen. Thot pejgamberi alayhis salam, "Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Thot pejgamberi alayhis salam, Allahu do ta ndihmojë një rob përderisa ai i ndihmon vëllaut të tij. Po ashtu prej dobive të bashkëpunimit në vepra të mira është se Allahu subhanahu wa taala u lehtëson vështirësitë e ditës së gjykimit atyre të cilët kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin në vepra të mira. Thot pejgamberi alayhis salam, "Men nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah." Thot pejgamberi alayhis salam, kush ja largon një vështirësi, një besimtari, një vështirësi prej vështirësive të kësaj bote,
Allahu subhanahu wa taala do t'ia largojë atij një vështirësi prej vështirësive të ditës së Kiametit. Dhe vështirësit më të mëdha për muslimanin e sinqert janë vështirësit në praktikimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka vështirësi më të madhe për muslimanin e sinqert se sa vështirësia në praktikimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka gjë më të rëndë për besimtarin e sinqert se sa kur në përkëmbet feja e Allahut subhanahu wa taala apo nderi i muslimanëve të tjerë. Andaj kush ja lehtëson muslimanëve këtë vështirësi prej vështirësive të kësaj bote, Allahu subhanahu wa taala do t'ja lehtësoj vështirësitë e ditës së Kiametit. Prej shkaqeve, prej pasojave apo prej vlerave të bashkëpunimit në vepra të mira është fitimi i xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhis salam: "Laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannah fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq." Thot e kam parë një njeri në xhenet duke u kënaqur me mirësitë e xhenetit për shkak të një druri të cilin e preu prej rruge, sepse ishte në mes të rrugës, u pengonte muslimanëve dhe ai shkoi dhe e preu për hir të Allahut subhanahu wa taala, e largoi prej rrugës së muslimanëve. Thot pejgamberi alayhis salam, e kam parë një njeri duke u kënaqur në xhenet për shkak të kësaj vepre të cilën ai e bëri. E çka mendon për ata që japin jetën dhe pasurinë e tyre për t'i larguar vështirësitë prej muslimanëve pra? A thua ata çfarë shpërblimi do të kenë kur një njeri i cili ja largon një pengesë të thjeshtë prej rrugës së muslimanëve shpërblehet me xhenet, e ai i cili e jep kohën e tij, mundin e tij, djersën e tij, po edhe gjakun dhe pasurinë e tij për t'ja larguar vështirësitë muslimanëve, padyshim se shpërblimi i tij nuk është tjetër pos xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe dobia e fundit të cilin do ta përmendim të bashkëpunimit në vepra të mira, dhe me këtë do ta përmbyllim dersin e sodit, është se bashkëpunimi në vepra të mira dhe bërja dobi njerëzve është prej veprave më të dashura të Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhis salam: "Ahabbu an-nasi ila Allahi ta'ala anfa'uhum lin-nas." Thot pejgamberi alayhis salam, njeriu më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Dhe nuk ka dobi më të madhe për njerëzit, dhe këtë mbaje mend, se sa të bëhesh sebeb që t'i largosh ata prej zjarrit të xhehenemit. Dhe nuk ka mundësi që të bëhesh shkaktar për një gjë të tillë, sidomos në kohën tonë, vetëm se me bashkëpunim. Dhe kur themi nuk ka mundësi, pra kjo është në nivelin shoqëror, sepse në nivelin individual ndoshta ndonjëri prej nesh mund ta bëjë një gjë të tillë, mirë po përsëri rezultatet nuk do të jenë të mjaftueshme. Andaj patjetër që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, patjetër që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin në përhapjen e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Patjetër, e kemi obligim. Dhe ne që e dim këtë dhe që e dëgjuam sot, e kemi obligim që ta nxisim vetveten dhe të tjerët në këtë drejtim. A e dini për shembull, ta bëjmë një shembull. Çështja e Facebookit, i cili është bërë shumë i njohur tash. A dini se si ka filluar dhe si është bërë kjo? Një organizim i disa studentave në një fakultet, në një kolegj, ka filluar pra një herë si një libër ku vendohen pra fotot dhe dhënat për gjithë nxënësit. E pastaj ka rritur derisa është bërë pra firmë që ka vlerë me qindra miliarda pra. Si ka arritur kjo? Me bashkëpunim, me organizim, me ide, me dëshirë për të arritur një gjë e tillë. Kjo për çështjet e kësaj bote ndoshta, apo ndoshta me ndonjë prapavi që
vetëm Allahu dhe ai i cili e ka bërë atë e din. Mirë po subhanallah, ka vepruar, ja ka arritur, i ka dalë në qosh punës. Ne si musliman, pse mos të ketë 2-3 studenta musliman të cilët e bëjnë një vepfaqe për një drejtim të caktuar dhe punojnë vetëm në drejtim. Një vepfaqe të specializuar vetëm për një drejtim, për shembull. Apo diçka tjetër, secili në drejtimin e vet. Pse mos të ketë pra një organizim të tillë tek ne, dhe nuk themi se s'ka, alhamdulillah ka, mirë po duhet që të shtohet. Patjetër nëse dëshirojmë që të kemi sukses. Ose për ndryshe do të dobësohemi dhe do të na kap gafleti apo pasiviteti. Dhe pasiviteti apo gafleti është hapi i parë drejt devijimit. Allah subhanahu wa taala thot: ja ejuhalladhina aminu. O ju që keni besuar, besoni. Ripërtrijeni besimin tuaj, veproni në besimin tuaj. Ndërsa pejgamberi alayhis salam thotë imani vjetërsohet ashtu siç vjetërsohet tesha e ndonjërit prej jush. Andaj le ta ripërtrij atë. Dhe mënyra më e mirë e ripërtrirjes së imanit është që ta përhapish fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe që të organizosh thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Tema është e gjerë dhe ka shumë për të biseduar, mirë po me kaq që ta përfundojmë. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.